Allahun Azza wa Jall e falenderojmë për Tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, fe e cila është e vetme e pranuar tek Ai, fe e cila është që ndërtohet mbi sinqeritet, mbi devotshmëri dhe mbi pasim të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë, besimtari duhet që ta di vazhdimisht dhe çdo herë që çdo punë pa marrë parasysh madhësinë e saj, pa marrë parasysh mënyrën e saj apo formën, kohën dhe vendin, për qenë i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, duhet që t'i plotësoj di kushte që janë madhështore, kushte të cilët janë kyçe në pranimin apo refuzimin e veprës së besimtarit. Pa më parasysh se vepra sa është e madhe, sa është e dukshme dhe e pashme, sa është dobipruese për personin, individin apo kolektivin, nëse ajo vepër nuk është për hir të Allahut Azza wa Jall, nëse nuk është me sinqeritet, dhe ajo vepër bëhet në formën e cila formë nuk është në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se ajo vepër do të jetë e refuzuar dhe e papranuar. Sot do të flasim për syefatsin që është cilësi, e cila cilësi i zhduk veprat e mëdhaja, nqofshin ato më të mëdhaja se kodrat. E cila cilësi do të thotë besimtarin i cili apo njeriu i cili njeri është me vepra të mëdhaja madhështore, e shtin dhe e zhyt në fund të xhehenemit, Allahu na ruaj nga kjo. Riaja apo syefatsia është elementi i cili djeg veprat, prish niyetin, prish sinqeritetin dhe zhduk veprat apo ibadetet apo adhurimet e vepruesit. Jo rastësisht po them veprat apo adhurimet e vepruesit, nga se besimtari apo besimtarit nuk i përket që të jetë apo të etiketohet me cilësinë e syefatësisë apo me cilësinë e rias. Nga se besimtari vazhdimisht ruhet nga kjo, vazhdimisht është në kontrollim e sipër të niyetit të tij, të sinqeritetit të tij, dhe vazhdimisht mundohet që të pastroj niyetin dhe veprat të bëj për të arritur kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, e jo për të arritur lavdatat, fjalët e mira apo të mirat e kësaj dhunjaje. Dietarët kanë thonë, riaja është rrjedh prej fjalës e ru'ya, që është pamje. Gjithsesi riaja është pamje, nga se njeriu bën vepra për ta pa të tjerit. Ndërsa në aspektin terminologjik, në aspektin fetar, është çdo vepër, çdo ibadet dhe adhurim të cilën e bën besimtari që në syrin e njerëzve të duket për hir të Allahut, kurse nga ana tjetër në zemrën e tij bën niyet që si pasojë e kësaj vepre që ka bërë të arrijë lavdatat e njerëzve, të arrijë ndonjë të mirë nga të mirat e kësaj dhunjaje, apo të arrijë diçka që është jashtë kënaqësisë së Allahut Azza wa Jall, do të thotë si duhesh e mërtoje atë. Dhe bazë për këtë e kemi çdo libër të hadithit. Nuk ka, apo më mirë thonë shumica librave të hadithit, librin e tyre apo fillojnë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen sipas qëllimit. Dhe jo rastësisht ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkaku i thënies së kësaj thënie apo këtij hadithi është Ibn Qaisi, apo më mirë thon Muhajir ibn Qais. Muhajir ibn Qais. Pse është thonë Muhajir ibn Qais? Nga se ky djalosh
apo ky person e ka dash një vajzë, e cila vajzë është transferu prej Mekës në Medinë. Kur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam udhtonin prej Mekës në Medinë për të arritur kënaqësinë Allahut azza wa jall, për ta marrë epitetin muhajir ila Allah, muhajir të cilët emigrojnë për hir të Allahut azza wa jall apo për ta mbrojtur fenë e Zotit, ky njeri shkoi prej Mekës në Medinë, çka për qenë afër dashnores së tij. Dhe kjo i quhet Muhajir ibn Qais, sepse niyeti i tij ishte kjo, që t'jetë afër asaj vajze, e jo për qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë sahabët e morën këtë epitet të madh, u quajtën muhajira, do të cilët kanë emigruar prej Mekës në Medinë për qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta mbrojtur fenë dhe dinën e tyre, kurse ky njeri e bëri të njëjtën udhë, të njëjtën lodhje, të njëjtën maltretim, të njëjtën rrezik, ama shkaku se niyeti nuk i kishte të pasur për hir të Allahut, nuk ju mundsu që të emërtohet për këtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e dini fort mirë, në fund të hadithit çka thot: "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay." Thot, dhe kush bën hijrat për të arritur ndonjë të mirë nga të mirat e kësaj dunjoje, apo për të martuar me ndonjë grua, me ndonjë vajzë, thot hijreti i tij është për atë që ai ka ardhur. Pra ai ka bërë hijrat për Ibn Qaisin, për atë gruan që është shujtur me atë emër, edhe është shujtur muhajiri Ibn Qaisit, jo muhajiri fi sabilillah. Pra vëllezër, ka mundësi që dy besimtarë të bëjnë të njëjtin adhurim, të njëjtin ibadet, të njëjtin mund, të njëjtin lodhje, dhe në syrin tonë të jenë të barabartë, përse njëri arrin grada të mëdhaja të kënaqësisë Allahut azza wa jall, kurse tjetri është në fund të xhehenemit për shkak se veprën e tij e ka bërë për syfasi që ta lavdërojnë njerëzit. Thot Allahu azza wa jall: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas." Thot ojo që keni besu, ojo musliman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, mos i zhdukni, mos i prishni sadakat, lëmoshat e juaja, bil manni wal adha. Çka? Bil manni, që duke i përmend të mirat, apo duke nënçmu të varfër atij që i jepni lëmosh dhe sadaka. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siç është shembulli i atij që jep sadaka për ta pa njerëzit për ria, për ta lavdruar njerëzit, për të thënë për të njerëzit fjalë të mira dhe të mëdhaja, që më duk se ajo është njeri gjymërt, njeri zemërgjër, njeri dordhant. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dhe çka në fund të ajetit përmendet apo largohet nga këta cilësia e imanit në Zot, besimit në Zot dhe në ditën e gjykimit. Sepse Allahu azza wa jall, këto persona që bëjnë kështu, që veprat e bëjnë për të lavdruar njerëzit, thot se këta po të kishim besu si duhet në Zot, dhe po të kishim besu si duhet në ditën e gjykimit, veprat e tyre nuk do t'i bënin për të lavdruar njerëzit. Dhe për këtë shkak kanë thonë dietarë, dhe nuk ka besuar në Allah dhe në ditën e gjykimit, kanë thonë komenti më i mirë i këtyre ajeteve kuranore, që janë kërcënuese dhe mënjanojnë dhe largojnë nga personat në fjalë mëkatartë cilësinë e imanit dhe apo besimit në Zot dhe ditën e gjykimit, ka thonë komenti më i mirë i këtyre ajeteve është mos mi komentu hiç. Me thonë se ai cili ka si e fatësi, ai s'ka besu në Allah dhe s'ka besu në ditën e gjykimit. Pse? Kanë thonë sepse kërcënimi për këta në këtë formë është më i madh,
dhe shansat për përmirësimin e tyre janë më të mëdha. Pra Allahu Azza wa Jall me një anë përmend syfatsin, me një anë përmend lëmoshën që shoqërohet me zullum dhe padrejti apo nënçmim të fukaras, dhe nga ana tjetër në fund përmend largimin e imanit dhe besimit në ditën e gjykimit nga këto persona që veprojnë në këtë formë. Për këtë shkak Ibn Kathiri rahmetullahi alayhi, komentatori i njohur i Kuranit famëlart, thot la iman lahum li'adam wujud al-ikhlas fihim. Thot këta persona nuk kanë iman, nuk kanë besim, nga se të këta nuk gjendet sinqeriteti, mungon sinqeriteti. Dhe për këtë shkak shumë dietar kanë thënë se këta persona që etiketohen me këtë cilësi apo cilësohen me këtë cilësi, që veprat e tyre i bëjnë për të lavdruar njerëzit, thot dyshohet edhe në esencën e besimit të tyre, nga se shansat janë të mëdha dhe madhështore që prej fillimit ata të kishin besu për të lavdruar të tjerit. Për thonë të tjerit, mashallah kjo është bërë musliman, mashallah kjo ka përqafu fejnë e Zotit, mashallah kjo është bërë i devotshëm, mashallah kjo është pasu si rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë më së shumti akhwafu ma akhafu aleikum, më shumti që kam frikë për ju, ka thonë shirkul khafiyyu, ka thonë shirku i fshehur. Shirku i fshehur. E kam pyet ja Rasulullah, çfarë është shirku i fshehur? Na e dim se shirku është mi adhuru putat, shirku është me mohu Zotin, shirku është me i bu kufër Allahut Azza wa Jall, shirku është me ndihmu jo musliman kundra muslimanëve, dhe lloj shirkjate që i dim, sihri, ajo e kjo. E ka thonën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë shirku i fshehur është riaja, syfatësia. Kjo është shirku i fshehur. Pse? Sepse shejtani kur e sheh se nuk ka mundësi me të bind që mi bu kufër Allahut Azza wa Jall, kur e sheh se nuk ka mundësi që me të aprish imanin dhe besimin, apo me të largu nga pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atër ai shfrytëzon një mundësi tjetër, një dredhi, një hile tjetër, që besimtarve me ju hindërhyn një jetë dhe veprat e tyre t'i bëjnë çka për syfatësi, për të arrit lavdratat e njerëzve, për të arrit falëndërimet e njerëzve, e jo për të arrit çka kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak pejgamberi sa thamë këtu në këtë rast përmend se më së shumti që kanë frikë për ju. Kjo është pika nga e cila pikë më shumë ti friksohen për ju. Nga shirku i fshehur, që është riaja, apo më mirë thonë shqip, syfatësia, që veprën me e bo për të arrit lavdratat e njerëzve, apo ndonjë të mirë nga të mirat e kësaj dunjoje, e jo për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Subhanallah, ky ajet kuranor është vetëdijsimi i munafikëve, vetëdijsimi atyre që veprojnë vepra me të cilat pretendojnë se i veprojnë për hir të Allahut, nga ana tjetër në realitet i veprojnë veprat për të arritur lavdatat e njerëzve. Sepse kështu bëjnë munafikat. Kështu bëjnë ato dyftyrëshat. Për çfarë ju thënë dyftyrësha? Një fytyrë e cila i duket është për hir të Zotit. Ajo që nuk duket profili anës tjetër, anës së majt, është për të arritur kënaqësitë apo lavdatat e njerëzve. Thot Allahu azza wa jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Thot me të vërtetë munafiqët mundohen pa ndal. Për këtë shkak këtu ka ardhur në formën e infinitivit, yukhadi, thot që tregon vazhdueshmërinë e veprës. Për këtë shkak ka ardhur yukhadi, infinitiv, që tregon vazhdimsinë e veprës, vazhdimsinë e arvatës,
që do të thotë se munafiki kur nuk dorëzohet. Vazhdimisht ajo rvatet dhe mundohet që të arrijë qëllimin e vet. Çfarë qëllimi ka? Që do të me të vërtetë munafiqët mundohen, a nuk do me thonë se e arrin asaj, ama mundohen vazhdimisht pa ndalë që me mashtru Allahun azza wa jall, yukhadi'un Allah. Mundohen me mashtru Allahun subhanahu wa ta'ala. Me bo hile dhe dredhi Allahut azza wa jall. Kurse Allahu azza wa jall u akthen përgjigjen kështu, thotë wa huwa khadi'uhum. Kurse do në realitet, Allahu u anxher në shesh dhe u akthen çka kurthën që e bajnë ata, hilën që e bajnë, si u akthen, duke u tregu se unë e di se jo çfarë jeni të dashur me arrit. Wa huwa khadi'uhum, me Allahu u akthen do të kurthën ashtu si e bajnë ata. Kjo sifetul kemal fil muqabala, se Allah nuk të rrethon askant, as nuk i ban hile askujt, a është i drejt. Ama në rast se kur bëhet fjalë për hilexhi dhe kurtha, atër kjo cilësia përdoret vetëm momenti kur ata e përmendin. Dhe themi se Allahu atë kurthat që i bajnë u akthejnë me të njëjtën formë, dhe thotë ashtu si i bajnë ata, për të tregu fuqinë e tij dhe madhësinë e tij që e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Dhe të munafikët, shtash Allah dhe gjellë të regon cilësitë e munafikëve, simptomet, nishonet që ata i kanë, që me ditë mi detektu, mi dalu nga të sinqertit dhe të mirit. Thot sepse do të këta munafik, kur qohën për namaz, kur fillojnë me shku në namaz, qamu kusala, shkojnë me përtatësi, me dembellëk, me pishmallëk. Pse? Sepse i kam pa tjetër se njerëzit duhet mi pa, se për njerëzit e bëjnë veprën, nuk e bëjnë për hir të Allahut, sepse ambicet i kanë shumë të ulta. Shtash pse i shohin njerëzit, këto pa tjetër e kanë me shkua, kanë e tjetër nuk kanë dëshirë. Ama dëshira e lavdatave i shtin ata, ama me gjithat, kur mungon dëshira për të arritur kënaqësinë e Zotit, vjen në shprehje dembellëki dhe përtatësia. Dhe Allahu azza jalla thot qamu kusala, qohën me dembellëk, me pishmallëk, yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Thot veprat i bëjnë për t'i pa njerëzit, për t'i lëvdruar ata dikush. Veprat i bëjnë yurauna an-nas. Thot ibadetin, adhurimin, edhe namazin që i kanë me dembellëk, e bëjnë që të tjerit t'i shohin, që të arrin lavdatat e njerëzve. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe këto kanë edhe një cilësi tjetër, se Allahun azza wa jall, Allahun subhanahu wa taala e përmendin shumë pak përmendin Allahun subhanahu wa taala. Shumë pak e kanë të ndërlidhur zemrën e tyre me Allahun azza wa jall, me përmendjen e Zotit, e cila përmendje shtin devotshmëri në zemrën e besimtarit. Këta janë cilësitë vazhdueshme që ata, me cilësi ata etiketohen dhe simptomizohen, dhe me të cilët cilësi ata detektohen dhe e din se ky person, veprat e tija, adhurimet e tija, punët e tija nuk i bën për hir të Allahut azza wa jall. Dhe një pjesë e selefit, Allahu i mëshiroft, thonë dije çdo herë që kur qohesh me bën ndonjë ibadet apo adhurim, nëse shes se ki dembeli dhe përtatësi, thuaj auzu billahi minash shaitanir rajim, nga se shejtani mundohet me ta prish niyetin, mundohet me ta prish adhurimin. Sa prej njerëzve me vepra të mëdha e madhështore, që në syrin e njerëzve duken ato vepra gjigante, që në syrin e njerëzve ata veprues thuaj se janë garantu me hyrje në xhenet, por se në realitet kanë hyrë në xhenem. Pse? Si pasojë e mungesës së sinqeritetit, nga se ata persona veprat e tyre nuk i kanë bërë për hir të Allahut azza wa jall,
por se i kanë bërë për të arritë ndonjë të mirë nga të mirat e kësaj dunjaje. Allahu na ruaj nga kjo. Thot Allahu subhanahu wa taala: innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nari wa lan tajid lahum nasira. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot munafiqët, dyftërshit, që veprat nuk i bëjnë për hir të Allahut azza wa jall, që veprat i bëjnë për t'i pa njerëzit. Ky ajet kuranor ka zbrit për munafiqët të cilët në pjesë të namazeve që i kanë pa njerëzit, i kanë falën me xhamat. Kanë dalë në namazet ku shihen njerëzit, edhe ku ka ma kallavallëk xhamat, kanë dalën me fal namazin në xhami me xhamat. Në namazet kur si ka pa askush s'kan dalë. Për këtë shak, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na fort mirë dim se namazi i sabahut është fal do të thotë në tërë të madh dhe të errët dhe të thellë, saqë sahabët thonë nuk e njihshin njëri tjetrin në saf, nga errësira e madhe që ishte prezente në atë kohë. Dhe natyrisht që ndriçimi ka munguar me të madhe. Dhe ato si kanë detektuar munafiqët? Nga se munafiqët nuk kanë dalë me fal namazin e sabahit me xhamat. Se kanë falë hiç. Edhe të njëjtën kohë dhe namazin e yacis nuk kanë dalë me fal me xhamat. Nga ana tjetër namazin e drekës i kindis i ki pas çdo në safin e parë. Për këtë shak një numër i madh i munafikëve janë konë çdo herë në saf të parë. Në saf të parë në drejk një kindi në akşam, ku i shohin njerëzit që me marë lavdata, a nga ana tjetër namaz të sabahit dhe të yacis nuk janë prezent me së bashku me muslimat. Thot për këtë shak thot Allahu azza wa jall, thot me të vërtet thot innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Thot me të vërtet munafiqët janë në gradën më të ulët të xhehenemit. Janë në xhehenemin më të vrashë, më të rëndë, më të ashpërt. Walan tajid lahum nasira. Dhe thot Allahu azza wa jall, për munafiqët nuk ka kush ndërmjetëson. Ata nuk ka kush i shpëton. Nga se veprën dhe gjunahin e kanë shumë të shëmtuar, shumë të keq, që s'krahasohet me gjuna tjera dhe me vepra tjera. Njeri është shumë normal të mashtrohet ndonjëherë dhe të këshirë në haram. Njeri ka mundësi që të gabojnë ndonjëherë të merë mallin e huaj me të pa drejtë. Njeri ka mundësi ndonjëherë të banë edhe gibet. Ka mundësi ndonjëherë të hikë edhe namazin me xhamat. Ka mundësi ndonjëherë të kacafytet me një musliman. E ka mundësi. Ama besimtari nuk ka mundësi asnjëherë që veprat e tija t'i bëj për njerëzit e jo për Allahun azza wa jall. Për këtë shak thot Allahu azza wa jall, walan tajid lahum nasira. Dhe për këta nuk ka kush ndihmon. Për këta nuk ka kush ndërmjetëson. Për këta nuk ka kush kryen punë, nga se veprën e kanë shumë të shëmtuar. Dallon prej mëkateve dhe gjunave tjera. Dhe jo rastisht riaja është quajtur shirku i msheft. Pse? Sepse ajo që shfaqet është imani dhe besimi. Ajo që fshehet në zemër është kënaqësia e njerëzve e jo kënaqësia e Zotit. Shiqoni këtu kemi divergjenca. Jo për Zot, për pronarin e qiellit, por për pronarin e çështjeve të ulta që është njeriu, që nuk ka pronësi në asgjë. Për atë i ban veprat. Për këtë shak thot Allahu azza wa jall, për munafiqën ditën e gjykimit, thot wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Subhanallah. Thot edhe na ju afrum veprave të tyre. I shfaqem veprat që i kanë ata. Edhe u atregum atinve veprat që i kanë. Edhe Allahu azza wa jall, para se ti shfaq ata, para se ti qel
para se t'i bëjt haptazi shfaqjen e tyre, e din se çka ka në atë qita. Por për qenë azabi më i madh për ata, për me qenë dënimi më i madh, sepse ata në moment të parë, thon komentatorët e Kuranit, kur Allahu a shfaq atyve veprat, ata mendojnë se shpëtun, se i shohin ato veprat e tyre madhështore, që ata ashtu i kanë parafitiru. Por se në moment, dhe me një moment, pa paralajmërim, thot fejalnaha haba'an manthura, dhe na ato vepra u bëjmë hi, u azhdukim me kakrejt, nuk mbetet asgjë për atyve veprave. Para mendoni se si është ndjenja që me një moment të shohësh vepra të mëdha, të cilat vepra mendon se kanë me shpëtu nga zjarmi i vrajsh dhe i ashpërt i xhenemit, që e ke para vete. Dhe për një herët ato vepra bën hi dhe zhduken. Kjo është azab për mi azab. Nga si kanë bo shirk, vensa veprat e tyre t'i bëjnë për të arrit kënaqësinë e krijuesit, ata veprat i kanë bërë për të arrit kënaqësinë e krijesave. Allahu na ruaj nga kjo. Allahu na ruaj nga kjo, nga sa zhvez dhe gjest që na kemi mundësi që me përvecu pa vetdijen tonë. Nga sa zhvepra dhe mëkati, nga i cili mëkat pejgamberi sa më shfriksu më shumë ti për umetin e tij. Pejgamberi sa në asnjë hadith nuk thotë që në më shumë ti frikson nga rakia për umetin tem, apo nga alkooli, apo nga zinaja. Nuk ka hadith të tillë. Hadithi vetëm i cili është në këtë formë, i cili është do të në këtë mënyrë, në këtë shprehje, është vetëm hadithi i Riyaz dhe syfatësis. Thot akhwafu ma akhafu aleikum, më shumë ti që kam frikë për ju, është i vetmi hadith. Thot e shirku lë khafi, shirku i fshehur. Dhe besimtari vazhdimisht duhet që të friksohet nga kjo. Vazhdimisht duhet që të bëj përsëritjen në jetën e tij dhe sinqeritetit të tij. Dhe vazhdimisht duhet që të bëj kontroll, që të bëj nën kontroll imanin e tij, të bëj nën kontroll sinqeritetin e tij, dhe të bëj korrigjimin e sinqeritetit të tij, sepse asnjëherë nuk jemi të sigurt se vallë a ka mundësi që të ketë ndërhyrje dhe përzierje të jetës të tonë. Dhe kush prej jush shpreson takimin me Zotin e tij, takimin me Zotin e tij. Këtu komentatorët e Kuranit kanë thonë se me Allahun Azza wa Jall çdo kush do të ballafaqohet para Zotit me veprat e tija, edhe i mirë edhe i keqe. Por se çka është dallimi është se i miri, ai i cili ka veprat e ndërtuara mbi sinqeritet, takimi i tij me Allahun Azza wa Jall do të jetë frutdhënës, do të ketë pasojë të mirë. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Edhe këtu disa komentatorë të Kuranit kanë thonë yerju, kanë thonë kush ka yekin, kush ka bindje. Dhe kush prej jush është i bindur se të takohet me krijuesin e vet Allahun Azza wa Jall, "Falyamal 'amalan saliha." Le të bëj vepra të shëndosha, të mira, të devotshme. Amalan saliha, komentatorët e Kuranit kanë thonë vepra të cilat janë të ndërtuara mbi sinqeritet. Nuk është më rëndësi mallësia e tyre dhe doza dhe sasia e tyre. Më rëndësi është që ato vepra, qofshin sa më shkonja të vogla, duhet qenë të ndërtuara mbi sinqeritet. Duhet që vepra të bëhet për hir të Allahut Azza wa Jall. Arrit kënaqësinë e krijesave, kënaqësinë e njerëzve, lavdotat e njerëzve. Por se qëllimi final duhet që të jetë arritje e kënaqësisë së Allahut Azza wa Jall. Fela yushrik wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dhe fundi i ajetit thotë, dhe ai persona e besimtar thotë në adhurimet e tija nuk i bën shok askujt me Allahun Azza wa Jall. Thotë kur bën adhurimin, kur bën ibadetin, kur bën veprën, nuk e bën edhe për Zot edhe për njerëz. Por se çka e bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po t'ja shoqërosh veprën së mirë,
njetit të mirë, ndonjë njet tjetër që është jashtë arritjes së kënaqësisë së Allahut Azza wa Jall, atëherë çka? Veprën se ke bërë për hir të Zotit. Amel, vepra të nuk është amel salih, por së është amel i cili është dhe ngërthen në vete shirk të msheft që ta djeg veprën dhe ta prish besimin. Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit garanton se me munafiqët dhe me ata që bëjnë vepra për të arrit kënaqësinë e njerëzve, atimve dhe t'u bën kështu. Thot wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Thot munafiqët në ditën e gjykimit kanë mu ballafaqu, thot, me çka? Kanë me pa, kanë mu bind, kanë mu shfaq atimve gjykim, të cilin gjykim ata nuk i kanë bo hesab, nuk i kanë paramendu. Pse? Sepse ata kanë mendu se pse mshefin syfatsin dhe rian në zemrën e tyre, Allahu Azza wa Jall nuk ka mu shpalua atë vepër në ditën e gjykimit. Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Dhe Allahu thot, ka mu shfaq në ditën e gjykimit çështjet të cilët çështja ata nuk i kanë llogarit. Nuk kanë mendu se kanë me dalë ashtu në ditën e gjykimit. Nuk vu ka shku mendja se Allahu ka mu shfaq dhe ka mu nxjerr në mejdan atë se vepër nuk i kanë pas për rritë Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu ata dhe të kanë mu shmang. Thot Sufjan al-Thauriu rahimahullah, wailun li ahli ar-riya. Thot mjerë për ata që kanë syfatsi, që kanë rria, që veprat i bëjnë për të arrit lavdatat e njerëzve apo të mirat e kësaj dënjoje. Thot wailun li ahli ar-riya, hadhihi ayatuhum wa qissatuhum. Thot kështu, mjerë, përsëri mjeron ata, mjerë për ata që kanë syfatsi. Thot hadhihi ayatuhum. Thot ky ajet është për ata që kanë syfatsi, wa hadhihi qissatuhum. Dhe thot kjo është tregimi i tyre. Kështu do të ka me ndodh me ata. Kështu është puna e tyre me fjalët e këtij zabani. Allahu Azza wa Jall thot fawailu lil musallin. Dhe këtu ma flasim edhe për namazlit, njerëzit të cilët e bëjnë ibadetin më të dashur tek Allahu Azza wa Jall, e veprojnë dhe kryejnë adhurimin, i cili adhurim është kyç në ditën e gjykimit, i cili adhurim është provimi i parë për në ditën e gjykimit. Dhe Allahu Azza wa Jall edhe kësaj çështje i rrekët dhe e përmend, thot fawailul lil musallin, i mirë për namazlit. Kur ta ndëgjoj këtë ajet kuranor, këtë mjerim, çdo kush që fal namaz, s'paku sonte, i thot vetës si e kam hallnin, si e kam gjendjen. S'paku sonte. Kjo është për gjithë neve, vëllezër. Këtu askush nuk përjashtohet. Pa marrë parasysh sa ka ilm, pa marrë parasysh sa ka vepra, pa marrë parasysh se sa ka mosh, pa marrë parasysh sa vite që falet, nëse ka emrin namazli, nëse balli i tij bie në sejdë për hir të Zotit dhe mendon se është për hir të Zotit, këtu sot shtash në këtë moment kur e dëgjon këtë ajet kuranor i rënqethet trupi. Kjo është për gjithë ne dhe thot mjerë për ju, o ju namazli. Alladhina hum an salatihim sahun. Thot ata të cilët namazin nuk e kryjnë me kujdes, nuk e kryjnë me përkushtim, dhe janë të pakujdesshëm dhe kryerjes së namazit. Dhe ky pakujdes është në drejgje. Pakujdesi i parë është që ai me kry këtë punë apo këtë namaz për të arrit lavdatat e njerëzve. Pakujdesi tjetër është që namazin të mos të fal në kohën e tij. Pakujdesi tjetër është që të mos e fal në formën me të cilën formë ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Pa kujdesi tjetër është që ta fal namazin duke mos qenë i pastër, duke mos e pas vendfaljen të pastër, duke mos ushqi në ushqim i cili është halal. Gjitha këto hyjnë në atë namazdi dhe në atë mjerim të namazdive që janë të pakujdesshëm në namazin e tyre. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, alladhina hum yura'un. Dhe thotë kur e falin namazin e falin për t'i pa njerëzit. Po Zot na ruaj nga kjo. E falin namazin për t'i pa njerëzit. Për thonë se kjo e falin namazin e drekës. Për thonë se kjo është prej xhamatlive të kësaj xhamie. Kjo është njeri i cili kujdeset për namaz. Këto janë vezvese që shejtani vazhdimisht mundohet me imponu çdo namazlie. Sepse kur shejtani të arrijë këtë qëllim, që na namazin ta bëjmë për hir të njerëzve, jo për hir të Allahut, ai e ka arrit qëllimin e tij. Sepse ai din fort mirë se nuk ka mundësi me largu nga namazi. Ama çka hin kadera tjetër, kadera e syfacisë dhe rias, që na shtin që namazin ta bëjmë për na lëvdru njerëzit dhe për të na pa njerëzit. O yamna'un al-ma'un, edhe këta në fund të thotë kanë edhe cilësinë tjetër që nuk ju ndihmojnë njerëzve dhe kanë cilësi përbërësit të tyre syfaci. Për në fund do të përmendje thënia në Abdullah ibn Mubarekit rahmetullah alej, i cili Abdullah ibn Mubarek një si djetari selefit i cili me vite të tëra ka luftu syfacin dhe është njëri nga djetarët e devotshëm që njihet me sinqeritetin e tij dhe devotshmërinë e tij. Natyrisht se shejtani kur nuk ka mundësi me arrit që me largu nga falja e namazit, her pas heri mundohet që me na ndërhyjnë namaz dhe me na bë vezvese. Abdullah ibn Mubarak i thot, kur shejtani vjen dhe të bën cytje në gjatë faljes së namazit, dhe të thot, drejtohu mirë, këndo mirë, veshu mirë, sepse janë të këshirë njerëzit dhe janë të pa ata. Thot, nëse don me luftu syfacin, nëse don që me luftu shejtanin dhe mos me aliu që me arrit në atësin e ti, para vete si ke dy rrugë. Thot, e para zgjate leximin e Kur'anit, shtoj leximin e Kur'anit, apo thot e dyta shtoj recitatet. Ke him me njetë mi falë 2 recate nafile, fali 4, fali 6. E jo me lona dhurimin që shpesher neve ndoshta shejtoni na thot ti se ki për hir të Zotit, dhe na çka duke mendu se jemi duke mbrojt sinqeritetin ton, bim në grackat e shejtonit dhe japim selam dhe dalim nga namazi. Apo ndonjë vepër tjetër don me dhon sadaka dhe shejtoni të bën cytje dhe të thot këtë vepër je duke e bë për të lavdruar njerëzit dhe për me të pa ata. Jo, thuj unë e kam për hir të Zotit, dhe nëse kam bën jetë me i dhon 100 denar, do të jap 200, do të jap 1000. Apo nëse kam bën jetë me dhon njerë njaft ka 100, kam i dhonën, do të thot 2 herë njaft ka 100. Kështu thot Ibn Abdullah ibn Mubarak e mbron sinqeritetin dhe runat, duke i shtu të mirat në sasi apo në dos apo në formë. Lusë Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë sinqeritetin ton, që të na largojë nga rjalla e syfacia. Kështu dhe lusim Allahun azza wa jall që të na bëjë nga ata të cilët do të mundsoj që emanetin e fundit, shpirtin e tyre ta japin me sinqeritet, me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, që është kulminacion i sinqeritetit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله يشفى لي فردورينا.
Ornan, nëse ka dikush dhe një pyetje të rëndë. Përsa e të pyetjen për kamerën? Ripërtrirja e njetit është element i njohur tek selefi, i cili element duhet qenë prezent tek të gjithë besimtarët. Dhe kjo është ajo që besimtarin e bën të jetojë mes frikës dhe shpresës. Që vazhdimisht të ketë frikë nga dënimi i vrashtë i Allahut, që është i premtuar ndaj ata që kanë syfatësi, dhe nga ana tjetër të shpresoj mëshirën e Zotit që të bëj përmirësimin e veprave të tija. Dhe përtrirja e njetit do të thotë mundsohet kur këto dy elemente na do të kemi paralel. Kur do të kemi paralel, sot frikën e Zotit edhe shpresën e rahmetit të Tij. Edhe vazhdimisht kur bëjnë vepra të cilat janë më fatgjate, sikurse është falja e namazit, që është ibadet me cilin ibadet spaku 5 herë në ditë ballafaqomi. Kur është ibadetet kur kemi të bëjmë me ibadet që janë sezonale, sikurse në rrugë e ke pa një nevojtar, edhe don me ndihmu, edhe çfarë bën? Mundohesh që askush mos me të pa. Kjo është mbrojtja e njetit, rujtja e tij. Ama të namazi e ke obligim me dalë dhe me të pa njerëzit, se e ke obligim me fal me xhamat. Edhe këtu e bën mujahede nefsën, e bën terbije nefsin tant. Mundohesh, për Shak ibn Uthaymeen rahmetullah alej, në shumë libra të tij thekë dhe përmend këtë për të arrit koncentrimin dhe sinqeritetin në namaz, duhet që të ndësh të ke suret në namaz. Duhet që ndruku, njerë me thonë subhana rabbil azim, e masaj me thonë subuhun kudusun rabbul malaikit wal ruh, e masaj me thonë subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sepse kështu e man koncentrimin, dhe të top e man mendet, sepse kur të mësosh me thonë subhana rabbil bot rutin namazi. Dhe këtu më hynë edhe sifatësia, të bot diçka e rëndom, dhe të bot diçka e përdiqme. Dhe kështu dhe në këtë formën do të thotë edhe në sejdë kur të shkosh. Dhe natyrisht që në çdo moment, në çdo rast kur e shes se ka ndërhyrje të rias, mundohesh që me përmirësuat. Dhe mundohesh që me marrë llogari vetveten. Për këtë që Qais ibn Ahnaf rahmetullah alej, që është dietar i njohur i selefit, i cili ka llogarit vetveten më të madhe, përmenden shumë thonje ku thonë se në çdo mbrëmje e ka dhënë në shpinën e tij një qiri. Qirin e ka kall. Edhe e ka marrë gishtin e tij, ka vlum bizarm dhe i ka thonë: "O Qais, shijoje zjarmin e xhehenemit. Pse bone sot kështu? E pse këtë vepër se bone kështu? E pse filani të thove kështu? Çdo natë këshin një çfarë llogaritje gishtin e vetë në bizjarë me mban, dhe mundohet që me bo tërbije nefsin e ti. Dhe frika ndaj Zotit ka shenja, ka alamete, që me ibadet dhe madhurim rënqethet trupi dhe dridhet zemra. Për këtë shak përmendet rasti i një djetarit të devotshëm dhe të sinqert, i cili gjatë namazit të tij, që ishtë në file qanë të shumë. Atë shumë sa që një ditë prej dytëve u ankun nga syri i ti, edhe shkon tek mjeku, i cili mjek i thot: "Para te i ke dy zgjidhje, ose do ta ndërpresh qarjen dhe kina me ta shpëtu syrin, ose do të qajsh dhe kina me ta hek syrin, sepse në këtë formë të është infektu syrin nga të qajtërit e madh." Dhe kia kthen kështu të përgjigjen, thot: "O mjek, por çfarë është dobia e një syri i cili nuk qan nga frika prej Zotit? Çka më duhet më e si cili s'kam për hir të Zotit, apo nga frika nga dënimi i madh i Allahut azza wa jall? Çka më duhet më ky si thot? Hiç ma.
Hiq më njerë. S'kam nevoj për ta, a veç me baj për stronja. Kur na ta kuptojmë këtë realitet, se gjymtyrët e tona të cët nuk rënqethin nga frika prej Zotit, qfar është dobija e tymve? A veç me pas llogarinë më të madhe për ato dur? Nëse dora jonë nuk friksohet prej Zotit, që të largohet nga haram, nga prekja prej haramit, çfarë është dobija e kësaj dore? Nëse kjo gjuhë nuk largohet nga të folëret në haram, çfarë është dobija e kësaj gjuhe? A vetëm me dëshmu kundra neve në ditën e gjykimit? Kështu në të me pas matematikat llogarit. Nëse ky sy nuk largohet prej haramit, çfarë është dobija e këtij syri? Nëse ky sy nuk naqet me mirësitë e Zotit, me halallet që na e ka dhënë që janë me qindra dhe miliona, çfarë është dobija e këtij syri? Veç për stronë me bajt e llogaria me qenë më e madhe dhe më e tepër në ditën e gjykimit? Jo vallahi, nuk ka dobi as pak. Na gjitha këto mirësi duhet me përmend, dhe në këtë formë këto na shtin që të bëjmë ripërtirin e niyetit tonë, të shtojmë dozën e frikës ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe këto janë do të thotë disa yneke dhe shablona që përmendit do të thotë nga dietarët e devotshëm, të cilët mundsojnë ruajtjen e sinqeritetit dhe largimin nga riaja dhe syfatësia. Wallahu ta'ala ala. Alaikum salam. Vepra e cila është sinqerisht për syfatësi, vetëm e vetëm, po thamë në për syfatësi, ajo vepër nuk pranohet asnjëherë te Allahu Azza wa Jall edhe mas pendimit. Kështu kanë thonë dietarët. Por se dietarët e selefit e përmendin se mënyra më e mirë për të demonstruar sinqeritetin dhe pendimin për atë gabim që ke bërë është që qatë vepër të njëjtën vepër të cilën e ke bërë për me të pa njerëzit me shëndrun vepër të sinqert për hir të Allahut Azza wa Jall. Pse kanë thonë irdha'an lirrahmani wa ilghaman lish-shaytani. Kanë thonë këtë e bën për ta kënaqur Rahmanin mëshiruesin e për ta poshtruar dhe nënçmu shejtonin e mallkum. Shembull, personi ka dhënë sadaka, që me thonë njerëzit shire kisa mirë për e para. Edhe personi i cili ka dhonë e ka bo këtë gabim, vetë disot se ka bo gabim, pendohet. Na qka i themi? I themi që nëse donë ti me demonstru sinceritetin tëndë dhe pendimin e real tëndin, atër vazhdo me dhonjën e sadakas, për më shefe atë shumë sa që kur të hapsh me të djathtën të mos e sheh e majta. Ka shumë raste prej selefit, do thotë që e kanë kuptu këtë hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bukfalisht, që kur kanë dhënë sadaka me dorën e djathtë e kanë shef mas të majta. Prandaj as dorën e vet se kalon me pa. As vet se ka këshir. As vetë se ka këshirë. Të për ta mbrojtë sinceritetin e tij dhe për ta bërë një vepër të thotë e cila ka qenë për njerëz, për ta bërë për hir të Allahut, i themi vazhdo me atë vepër, vetëm ndrej niyetit. Sepse niyeti vendin e ka në zemër
parja është që ajo pare, dora është që ajo dorë. E njëta, 100 dinar për njerëzin, 100 dinar për Zot. Çeto dinar, çeto dur janë. Dhe çka te ke bëu për njerëz, për me të pa njerëzit këtë ke bëu për të arritur knatësinë e Zotit. E themi atëherë vetëm drejt jetën, vazhdo me të njëjtën vepër dhe demonstro sinqeritetin tënd, do të thotë duke qenë i përpikshëm në praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në mënyrën që ai i ka realizuar ibadetet dhe adhurimet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Besoj që kjo është i qartë. Amin, Allah ju rrit. Vërna. Aleikum salam. Nuk do me thonë sepse të kanë thonë dikush me bo një vepër, nuk do me thonë se nuk është për hir të Zotit. Kjo i bie do të thotë në kaptinën e konsultimit dhe pranimit të propozimeve dhe sugjerimeve që të japin të tjerët nga të gjatë apo të majt. Kështu paseri ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për ilustrim përmendem rastin e luftës së Uhudit. Ku mendimi privat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam personal ka qenë që mos me dal luftën e Uhudit. Dhe shtash kur tham luftën e Uhudit, mos me dal kam për qëllim për shumë projekte të hajrateve që janë. Shembull, ti nuk don me mbledh paketa me shpërnda paketa për fukara në Ramazan. Shembull, po them rast konkret. Ama vllaznia thonë, "Jo, ne kena me shpërnda paketa për fukara në Ramazan." E shtash ti kur e shes shumica e mendimit se du të me bo këtë të mirë, bëhet fjalë për punë të mirë, nuk bëhet fjalë për punë të keqe. Ti mendimin personal e ke, thu vallai vllaznin, na kena më mjaftu, kena me majt veç ders në Ramazan, nuk bëjmë projekte humanitare. Jo, ato të thënë shumica e vllaznive kena me bëjë edhe projekte humanitare. E ti shtash kjo është do të thotë i bjen në atë do të thotë aspektin që i thënë konsultim. Ishin të mendimit që me dalë luftën e Uhudit. Shumica e sahabëve thoshin, "Jo, kena me dalë me luftu." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një grup shumë të vogël të sahabëve mendonin mos me dalë. Dhe kur e shes pejgamberin se shumica janë këmbgulës, çka ban? Shkon dhe pancirin e uhazon te jahudit, te kushia vetë jahudi. Masi e vesh pancirin, ata sahabët ja nisin me fol me zvete, thënë ku çka banëm. Ja thim llafin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vinte pejgamberi sa thënë ja Rasul na ban Allah. Nuk kena me dalë në luftë, kena me të ngu ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot? Thot si ka hije një pejgamberi që më që ta veshe pancirin ta vdeshe pa bo xhehat. Ai ku vesh pancirin, shtaj veç ka mu der xhak po ka me vdeshun e ket. E goj mendimin e sahabëve. Ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Uhud a dul për hir të Zotit apo dul për me lavdru sahabët? Ja, dul për hir të Allahut azza wa jall, ama ndëgjoj dhe respektoj mendimin e shumicës. Për këtë shak nuk ka kontradikt. Kjo është diçka. Për këtë shak Allahu azza wa jall në mënyrë direkte i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë pasuesve të tij dhe thotë wa shawirhum fil amr. Wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Thotë ti pejgamber, shokët e tu konsultojnë çështje.
Kur do me bon një punë, konsultoj shok që i kim me vete. Kur do me bon shoqat do një punë, konsultoj ato antarët e shoqatës. Kur do me bon një projekt bamirës, konsultoj këshillin e shoqatës. Fejda azamte, fetawakkal ala Allah. Ama kur ta vendosësh, pështetu në Allah. A keni marrë vendim? Ka shtash kena më pështet në Zot. S'ka më me ndru më abejtin. S'ka më me dhënë kadar pishman. S'ka më i kemi vendos, i mi konsultu, i kemi menu gjane gat, shash po ecmi para. E për këtë shak të dëgjimi, mendimit të dikujt tjetër, nuk do me thonë ndërhyrje në jetë, por se kjo të regon fleksibilitetin dhe zemërgjërsinë e besimtarit, që do të thotë ja mundson që ai veprën ta bëjë do të thotë në mënyrë më të plotë, më të përsosur, edhe natyrisht me lejnë Allahut edhe më të sinqert për hir të Allahut azza xal. Bile këtu vjen në shprehje sinqeriteti, se këtë vepër nuk e bën pse ti të pëlqen, pse ti mendon se i njeri më i mençëm dunjë, por thjesht e ki bëu pse vllaznia, xhamati, shoqënia, kolektivit ka thonë, na mendojmë se kjo punë ka më shumë hajër. Këshini më shumë hajër. Islami, musliman kanë pas më shumë dobi për këtë, edhe ti e bën me këtë niyet. Unë këtë punë kam e bën pse kjo punë ka më shumë hajër, pse kjo punë është për hir të Zotit, edhe pse kjo punë është bereqetli, pse shumica e muslimanëve mendojnë kështu. Bile kjo do të thonë çtin që punën ta bësh më me sinqeritet. Wallahu a'lam. Nuk ka problem. Aleikum salam. Ndrilan. Apo? Po, të kuptoj. Po, parimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ditë munafik me emra dhe me mbiemra. Ama asnjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka shpall ata dhe nuk i ka bërë do të thotë publike. Edhe pse vetë i ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë shkak, nga ana tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa nga sahabët i ka veçuar disa punë që janë kanë do të për të planifikuar dhe për të menuar pak më me seriozitet, i ka bëu me Abu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhum, me Uthmanin dhe Aliun radhiyallahu anhum. Kur është shkon puna e emaneti i madh, sikur se ka qenë grumbullimi i Kuranit, ja kalonën Muavijes radhiyallahu anhu, ja kalon Uthmanit radhiyallahu anhu, që janë kohë njerëz të besueshëm. Ato i kalon xhamin safnë të falën. Në të vinë ku janë krejt edhe ato, se s'ka pengesë. Na fejnë e kimi hap tazi. Kur flasim në për akide dhe për besimin, në të vinë edhe ata. Ama kur bëjmë plan për të bënë ndonjë punë të caktuar, atër planin e bëjmë me njerëz të cilët kanë kalu shumë filtra. Janë pastru, janë të kullu. Dhe e dim se kjo është kristal. Dhe të ki nuk ka dyshim. Nga ana tjetër, përderisa na nuk kemi argument fetar që tregon dhe shfaq brendin e tymve, na nuk kemi drejt që me gjiku se dikush është munafik. Kemi drejt me thonën se cilësitë e munafikit janë këto e këto e këto, duke mos thonë se personin fjalë është munafik. Na kena mundësi me thonë se shisha, kjo vepër është vepër e cila është e munafikve.
Dhe ti nuk ka hije me bo si musliman kështu. E jo me përshpejtu mi thonë me të parën, ti e munafik dhe kështu me rast. Na e dim fort mirë se ka pas sahab të cët i kanë ditë munafikët me emra dhe me mbi emra. Si që ne, kështu edhe me qëket kime më kuptu inshallah shumë mirë. Ka pas disa informata që i kanë ditë disa sahabët, njëni prej sahabëve, Hudhejfja radhiyallahu anhu, për shembull, kurse çato informata si ka ditë as Omeri radhiyallahu anhu. Këshirnish tash. Dhe kur ka pas xhenazën në Medinë, Omeri radhiyallahu anhu e ka përcjellën Hudhejfën. Nëse Hudhejfja ka insaf me afal xhenazën atij personi, ja ka fal xhenazën edhe Omeri radhiyallahu anhu. A nëse ka pa Hudhejfën të mos me afal xhenazën, as Omeri sa ka fal xhenazën. Pse? Sepse Hudhejfja i ka ditë munafik me emër dhe me mbiemër, dhe ka kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ama shiqoni, s'ka dalë për mi qabe me piskat pejgamberit, me thonë munafik janë ke usas puna. E ka kallëzu njanit, është shkon e rëndësishme me ditë, edhe ki mundet me majt lafin, edhe që ti ka kallëzosh me aftu matë. Jo kitë Medinës, jo kitë dërgjavës, kitë shtetit. Është kujdes. Do më thonë na nëse dim dikan, so është për një me të api, do më thonë munafik, atër do më thonë marim masa preventive, që do të të në mënyrë heshturazi, me mjeshtri, që të abëjmë me dije njerëzve, të cëtë kanë dobi me ditë këtë informat. Jo çdo kush. Sepse me ditë çdo kush, do të ka mundësi që ajo informat dikan me largu prej feje. Edhe dikush mund me thonë kështu, çfarë është puna këtyre muslimanëve? Me një sa falen, a si besojnë një tjetrit. Me një sa falen, i thënë një tjetrit munafik, shpion, atë shto kështu. Kjo është shumë keq. Për këtë çak na duhet me këshillu në përgjithësi. Do të thotë se s'ban me pas sisit munafikëve, s'ban me qenë dyftërish, s'ban me trahtu muslimanin, e s'ban, të duke mos hi në emra dhe mbi emra, duke mos ndërhi do të në personalitetin e personave. Wallahu ala. Amen. Ordno. Pa. Munafikit i pranohet selame dhe munafik trajton ashtu si trajton besimtarët e tjerë, duke mos bërë diskriminimin e tyre. Do më thonë trajtohen sikurse që të gjithë na që trajtohemi mes vete. I japim selam, e lëm mu fal në xhami, do thotë e marrmi në haxh nëse organizojmë në haxh, e lëm me xhiru me on giftar me neve, sepse fundit edhe nuk ditë ku është udhëzimi i Zotit, sepse kemi shumë raste të shumë munafikëve të cilët janë penduar me lejnë Allahut subhanahu wa taala, dhe na vajapin atë mundësi dhe shans që të pendohen, por duke pas parasysh se ata nuk duhet që të jenë në krye të planifikimeve të mëdha xhamatore. Por i lënë që aty në saf, mas deri diku në të falen, në të bëjnë ibadet, në të bëjnë adhurim, duke mos i diskriminun nga të tjerit. Amin. Aleikum salam wa barakat. Allah i shpëbleft edhe juve për durimin, të na bëni halal për çdo gabim apo lëshim. Allah ju rrit. Aleikum salam wa barakat. Allah ju rrit dhe ju bekoft.